Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka sqaruar ngjarjen e djeshme në Harracin të Shkupit, ku policia ka përdorur armë zjarri gjatë ndjekjes së një personi të dyshuar për kontrabandë me dru. Sipas MPB-s, policia ka shtënë me ajër me plumba paralajmërues, ndërsa shoferi ka shkarkuar drut në rrugë dhe është larguar në drejtim të panjohur. Me 24 maj rreth orës 12 në hyrje të fshatit Harracin në rajonin e Shkupit, zyrtarët policori kanë dhënë shenjë për ndalim një kamioni të ngarkuar me dru, por shoferi nuk është ndalur dhe ka vazhduar lëvizjen. Më pas shoferi e ka drejtuar kamionin drejt policëve dhe automjetit zyrtar, pas së cilës policët kanë shtënë plumba paralajmërues në ajër. Shoferi ka shkarkuar drut në rrugë dhe është larguar me automjetin në drejtim të panjohur. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa druti janë dorëzuar policisë pyjore, po ndërmerren masa për gjetjen e shoferit dhe automjetit. Në lidhje me rastin ka reaguar edhe kryetari i komunës së Harracinës, Daud Beqiri, i cili thotë se çdo aksion nga policia duhet të zhvillohet me profesionalizëm dhe kujdes maksimal ndaj sigurisë së qytetarëve. Fatmirësisht nuk pati të lënduar, por shqetësimi tek banorët ishte i madh, pasi ngjarja ndodhi në një zonë të banuar me familje. Si kryetar komune jam për zbatimin e ligjit dhe ruajtjen e rëndit, por çdo aksion duhet të zhvillohet me profesionalizëm dhe kujdes maksimal ndaj sigurisë së qytetarëve. Ndryshe, në rrjetet sociale kishte reagime të shumta për shkak të pranisë së madhe të forcave policore për rastin e fjalë, si dhe për të shtënat me armë në një zonë banimi.